Janë ato përfitimet palishme dhe dalja ndrit e vetëm disa prej zullumeve të tyre të panumërueshme të pafalshme që u kanë kallur mu në shpirt frikën e hajdutit të zënë me presh në duar, frikën që u bën të shohin me sy hapur ëndra të tmerrshme, me puçe e me përmbysje të dhunshme nga karrigja ku rrin ulur, me lukunira njerëzore të paguara nga bashkia për të pushtuar kështjellën e qeverisë, me çadra pushk, stirolapsa revolver, thika me helm që u shkrepen e ungulen në trup, teksa ata ndjehen vetëm, tmerrsisht vetëm, sepse presidenti i Republikës mbush pushkët e opozitës. Prokuroria e përgjithshme furizon opozitën me barut për stirolapsat pistolet. Shefi i shërbimit informativ u hedh helm vdekjeprurës thikave të demonstruesve, ndërsa një far Filip Çakulli hipnotizon popullin duke i shfaqur pamje nga kusarit që ata vërtet i bëjnë në zyrat e shtetit, po i bëjnë për të çuar përpara Shqipërinë, jo siç thot Filipi. Ty popull që ka ardhur këtu sot, apo që sot i ka syt në këtë bulevard, kërkon mbrapsht Shqipërinë, mbrapsht me të gjitha pronat e grabitura, mbrapsht me të gjitha koncesionet e palishme, mbrapsht me të gjitha privatizimet e korruptuara. Ky popull u kërkon mbrapsht kusarve në pushtet Shqipërinë që s'mund bëhet obori privat i Saliut dhe vendhedhja e plerave të importuara nga mafja. Shqipërinë që s'mund të rri edhe në flamurin e NATO-s, edhe në flamurin e korrupsionit të mbrojtur me zjarrin e pushve të gardës republikane mbi qytetarët. Shqipërinë që s'mund bëhet fusha e baltës urrëties, shpifjes, fyerjes, ku shqiptarët vazhdojnë të mbeten ndarë me thikën e një politike pa besisht të vjetër. Mbrapsht Shqipërinë me gjithë bllokun e punëve të pista, që nga zgjedhjet e vjedhura deri tek jetët e marra për të vazhduar vjedhjet. Shqipëria s'mund të vritet më, siç u vra babai i vajzës së përlotur të Ziver Veizit. Fytyra angjëllore e asaj vajze që ka tronditur botën është fytyra e Shqipërisë pafajshme, që nuk gjen dot psen e mundimit vet të stërdhimshëm. Është fytyra e bardhë e ëndrave dhe shpresa e fëminore të një vendi si yni, me diell e ujë sa askund, por të mbetur djerë e pa frutat e tokës vet si askund. E tokës ndar, e rindar, dhe i në vrasje e shere, që s'mbarojnë mbi Shqipëri, njësoj si lotët çurk të vajzës së mbetur pa baba. E tokës marrë forcërisht, dikur me dhunën e pushtetit komunist, dhe trimarë forcërisht sot me kthime, kompensime, privatizime, kudo ku toka mund të pjell, aty për aty, paranë e ndyrë të korrupsionit, për të mbetur më pas një mollë sherrje i dhërimi, por gjithmonë e paarritshme për të Zotin, njeriun e zakonshëm të këtij vendi. Toka e tradhtuar e Shqipërisë, që mezi mbush barkun, duke bler me borxhe nëpër lista ushqimet e tokës komshinëve. Toka e të parëve tanë, që u vranë në luftra me pushtues që asnjëherë nuk mundën t'ja bënin. Kodrave, pyjeve e maleve, të Krujës, Tiranës, Durrësit, apo të veriut e jugut Shqipërisë, atë që i kanë bërë kusarët e politikës vjetër dhe sidomos që po i bën
ky regjim vrastar kusarie. Toka dheut ton thërret sot çdo shqiptar që nuk e do atë dheun për copën që mund t'i shqyej, po për të realizuar ëndrat e shpresat e tij të lishme, si çdo banor i Europës së këtij shekulli të ri. Tradhtia ndaj kësaj toke, ndaj këtij dheu që është i yni, ndaj njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, duhet marrë fund. Shfrytëzimi barbar i pasurive të përbashkëta të këtij populli duhet marrë fund. Grabitja e pa skrupull të parave të shqiptarëve që pa drejtësisht jetojnë në varfëri, pa punësi, pa fuqi materiale e kulturore, duhet të marrë fund. Duhet marrë fund komprometimi i pandalshëm i të ardhmes së atyre që lindin në këtë hapësirë shqiptare, në mes të Europës, të cilën e trashëgojnë prej Skënderbeut, rilindas e të kombit, Ismail Qemalit, heronjve të dëshmorëve të luftës dytë botërore, dhe çdo shqiptari të njohur atë panjohur, që vuri gjakun e djersën e vet në këtë pasuri të përbashkët të quajtur Shqipëri. Kjo pasuri na mjafton për ta mundur varfërinë, për ta zbrapsur papunësinë, për ta rritur fuqinë blerëse e nxënëse të njerëzve tanë. Ja pse sot, më shumë se kur na duhet një politikë e re e njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit. Na duhet njëri tjetri, na duhet bashkimi me njëri tjetrin, pa dallim, me të gjithë ata që e vuajnë regjimin e kusarisë dhe për të gjithë ata që nuk përfitojnë nga kusarit e këtij regjimi. Na duhet ta kapërcejmë së bashku me forcën e zemrës e mendjes bashkuar në çdo çast betejës dhe qëndrimit pranë njëri tjetrit në çdo demonstrat, hendekun e madh që hap çdo ditë mes Shqipërisë e së ardhmes saj europiane, kusaria në pushtet. Jemi sot më shumë se asnjëherë dhe më shumë se asnjëherë jemi sot e vetmja shpresë. E vetmja shpresë për të ndalur pushtimin e varfërisë, marshimin e papunësisë, grabitjen e qeverisë. E vetmja shpresë për të ndalur padrejtësinë si pushtet antivlerash në fuqi dhe për t'i dhënë Shqipërisë një qeverisje të drejtë, duke krijuar kushtet për të pasur drejtësi. E vetmja shpresë për të ndalur goditjen e ekonomisë së familjeve të zakonshme prej barrës së padrejtë të detyrimeve fiskale në këtë vend, ku sot demonstruesit dhe policët e thjesht paguajnë më shumë për arkën e shtetit se sa urdhëruesit që hapën zjarr mbi qytetarët, apo ku biznesmenët e vegjël paguajnë më shumë se sa sipërmarrësit e mëdhenj. Ne jemi sot e vetmja shpresë për t'i hapur Shqipërisë rrugët e zëna të frymëmarrjes, duke hapur çdo rrugë të konkurrencës marr peng nga kusarët në pushtet për shërbëtorët e për klientët e tyre, për t'i dhënë çdo shqiptari mundësinë të fitojë lek me konkurrencë të ndershme dhe të gjejë punë fal konkurrencës ndershme, për t'i rikthyer familjeve shqiptare qetësinë, duke rikthyer politikën në binarët e respektit për tjetrin dhe të etikës në kryerjen e detyrës publike. Ne jemi sot e vetmja shpresë për t'u hequr kusarve nga duart, shkollat e spitalet, abetaret e ilaçet, e vetmja shpresë për t'u hequr sipërmarrësve nga shpina, kërbaçin e xahilëve të pushtetit, e vetmja shpresë për t'u hequr gazetave e ekraneve hijen e presionit mafios dhe të klientelizmit monstruos, dhe për t'u dhënë shqiptarëve një shtet të ri, europian dhe transparent. Ne jemi sot këtu në emër të kësaj shprese. Jemi të vetëdijshëm për sakrificat e mundimet e kësaj rruge, sepse e din mirë se çfarë është në gjendje të bëjë për të qëndruar aty ku është regjimi vrastar që kemi përballë. Por prandaj dhe jemi e do të jemi përballë regjimit vrastar të kusarisë. Gjithnjë e më këmbgulës, paqësisht, por vendosmërisht. Nuk kërkojmë pushtetin, po duam largimin e tij. Nuk duam pushtet përmes demonstratave, po do të vazhdojmë demonstratat për ta larguar këtë pushtet. Nuk duam të ndrojmë
flamurin e një partie në pushtet, po duam t'i japim qytetarëve pushtetin dhe qeverisë flamurin e interesave të tyre.